Vuani nga pagjumësia, ja receta me 2 përbërës që u vendos në gjumë për 30 sekonda. Ndërroni të flini 8 orë të qeta, nuk jeni vetëm, gati 60% e amerikanëve po luftojnë me problemet e pagjumësisë. Falë gjithçkaje nga ankthi mbi problemet shëndetësore dhe gjithashtu përditshmëria dhe rutina e dobët, e cila mund të ndikojë në krijimin e këtyre shqetësimeve. Si rezultat, më shumë prej nesh po i drejtohen ndihmave rreth gjumit. Problemi është se ilaçet nuk japin edhe përfitimet për gratë e moshës së mesme. Kur përdoren për një kohë të gjatë, ato mund të shkaktojnë ndikime negative dhe mund të ndikojnë në shëndetin e tyre të përgjithshëm, thot Daniel Hall Solomon. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Unë shpesh shoh gratë që fillojnë me furnizimin me një javë ilaçe për gjumin, por vjen një moment më vonë, ato ende nuk i marrin ato çdo natë, zbuloi ai. Ndërsa ilaçet mund të funksionojnë përkohësisht, ato mund të kenë edhe ndikime afatgjata negative në shëndetin e këtyre përdoruesve. Problemet e pagjumësisë mund të nxisin edhe probleme të tjera të organizmit. Ndërsa efekti i tyre zvogëlohet me kalimin e kohës, do ju duhet të merrni më shumë medikamente për të sjellë gjumin si duhet. Për fat të mirë, ekspertët pretendojnë se mund të flini të sigurt dhe të bëni një gjumë të thellë edhe duke përdorur receta natyrale, të cilat nuk do të krijojnë probleme të anësore dhe nuk do të humbasin efikasitetin e tyre. Nëse doni të bëni një gjumë të qetë gjatë natës, shtoni këtë çaj në dietën tuaj. Pija e re, e nxehtë, e shëndetshme, që përfshin edhe aftësinë e saj për t'ju ndihmuar që të flini më mirë. Çaji i marules. Nëse keni prerë ndonjëherë kërcellin e marules, mund të keni vënë re edhe një lëng të bardhë, citon Michael Sofurg, dhe kur konsumohet ky çaj në mbrëmje, do të jetë një mundësi lehtësuese për situatën tuaj dhe gjithashtu të përmirësojë cilësinë e gjumit. Gjithashtu mund të përdorni edhe produkte të ndryshme qetësuese në dietën tuaj, ku sipas Healthline këto janë produktet më të mira të cilat duhet i konsumoni në mbrëmje për të rritur cilësinë tuaj të gjumit dhe për të evituar pagjumësinë. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira qetësuese për një gjumë të mirë, kryesisht gjatë natës, duke nxitur një gjumë të thellë dhe komod dhe duke evituar kështu problemet që pagjumësia mund të shkaktojë në trupin tuaj. Ai përmban nivele të mira të tripofanit që rrit edhe serotoninë në tru, një substancë e cila na jep ndjesinë e lumturisë dhe të mirëqenies, duke ju ndihmuar të evitoni problemet e pagjumësisë dhe të ndikoni pozitivisht kundër këtij shqetësimi. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe është helbësor, pasi është aftë të zgjojë gjumin edhe për ata të cilët do vuajnë nga pagjumësia kronike. Një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet me patjetër në dietën tuaj, sidomos në rastet se vuani nga pagjumësia, është edhe çaji i mentes. Çaji i mentes do të lehtësojë ndjeshëm dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij anti-inflamatore. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose edhe një prezantim të rëndësishëm që ju mban në stres, ky çaj është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në situatën tuaj dhe do ju ndihmojë edhe të jeni më të qetë gjatë natës për një gjumë të thellë dhe komod. Lëngu i qershive është një tjetër alternativë shumë ushqyese në situatën tuaj në përditshmëri. Lëngu i qershive, njësoj si qumshti, përmban nivele shumë të mira të tripofanit, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar më mirë cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në raste të tilla edhe të ndihmojë kundër shqetësimeve që ndikon pagjumësia. Qumshti i kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë dhe të qetësojnë trupin tuaj, duke u siguruar kështu një gjumë më të mirë, të thellë dhe komod gjatë natës. Përveç kësaj do të zvogëloj
presionin e gjakut dhe entje në veshka. Falësasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet më shumë. Smoothie me bajame dhe me qumësht mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Bananet gjithashtu përmbajnë tripofan, përveç dy mineraleve kryesore të cilat relaksojnë muskujt, kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese dhe funksionon në mënyrë natyrale në zvogëlimin e stresit të problemeve fizike. Gjithashtu, sasia e saj e lartë e fibrave dhe karbohidrateve do ta mbushë stomakun tuaj dhe do të çojë gjithashtu në ndjenjën e ngopjes, një lehtësi më i mirë ky në rastin tuaj të pagjumësisë. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil është një mundësi e shkëlqyer që mund të shtohet në dietën tuaj, duke ju ndihmuar që të qëndroni më të relaksuar gjatë natës dhe të evitoni kështu problemet e pagjumësisë. Siguroni të përzgjidhni produktet e duhura në dietën tuaj. Është një mundësi e shkëlqyer kundër problemeve të tilla dhe gjithashtu të lehtësoni kundër indikacionet e tyre. Pagjumësia është një problem i cili nëse nuk trajtohet mund të ndikojë negativisht jo vetëm në shëndetin tuaj, por edhe në kujtesën tuaj. Qumshti i bajameve. Bajamet janë të ngarkuara me gjithçka që trupi ka nevojë për të marrë një gjumë të thellë dhe komod. Ai është i pasur gjithashtu me magnez dhe qumshti i bajames ka provuar të jetë efektiv edhe për mbajtjen e një gjumi të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajameve është një zgjidhje shumë e mirë edhe në prodhimin e trupit të melatoninës, duke ju ndihmuar të flini më mirë gjatë natës dhe të evitoni pagjumësinë. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe çajin e kamomilit. Ka një efekt pozitiv edhe për trupin tuaj. Zakonisht rekomandohet kundër dhimbjeve të stomakut pasi mund të ndihmojë në trajtimin dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme, duke ndikuar kështu pozitivisht në çdo situatë të trupit tuaj. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie mund të jetë alternativa më e mirë për të ndikuar në rritjen e cilësisë tuaj të gjumit. Çaji i rrënjës valeriana. Rekomandohet shumë për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod, duke pasur parasysh edhe sasinë e tij edhe të antioksidantëve. Ai zvogëlon stresin fizik, mendor dhe lehtëson gjithashtu problemet e pagjumësisë. Mund të cilësohet nga ekspertët një nga zgjedhjet më të mira ushqyese lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Andaj, ekspertët e shëndetit rekomandojnë konsumin e këtij çaji në dietën tuaj. Është e rëndësishme që nëse prej kohësh vuani nga shqetësimet e pagjumësisë, t'i adresoni ato tek mjeku juaj për të marrë trajtimin e specializuar. Gjithashtu të evitoni pirjen e lëngjeve të forta, sidomos përpara gjumit, që mund të shkaktojnë nxitjen e pagjumësisë. Çaji i kamomilit. I njohur për efektet e tij qetësuese, përmban apigenin, antioksidant që lidhen me receptorët në tru dhe ndihmon në uljen e pagjumësisë dhe nxisin gjumin. Kivi. Fruti me pak kalori, por me vlera të larta ushqyese, mund të ndihmojë gjumin falë përmbajtjes së serotoninës dhe antioksidantëve që ulin inflamacionin. Gjithashtu, lëngu i qershive të thata mund të jetë një alternativë e çmuar në dietën tuaj. Burim natyral i melatoninës. Studimet sugjerojnë se mund të ndihmojë në përmirësimin e gjumit dhe të lehtësojë pagjumësinë. Peshqit yndyror. Si salmoni, toni dhe trofta janë të pasura me vitaminën D dhe acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë shëndetin e drurit dhe kontribojnë në gjumin më cilësor. Arrat janë burime të shkëlqyera të melatoninës dhe acideve yndyrore omega 3. Konsumi i tyre lidhet me përmirësimin e cilësisë së gjumit. Orizi i bardhë. I pasur me karbohidrate dhe me indeks glicemik të lartë, disa studime sugjerojnë se konsumi i tij të paktën një orë para gjumit mund të ndihmojë në një gjumë më të mirë, komod dhe përveç se të përzierave do ju ndihmojë edhe në shëndetin tuaj. Tregoni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me atë që shtoni në mbrëmje në dietën tuaj dhe mos e konsumoni darkën vonë pasi mund të ndikojë tek cilësia e gjumit dhe të shkaktojë edhe përkeqësime të tij. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.